Shpulla e Jozit ndaj Xhestit është lajmi më i komentuar dhe më i diskutuar i orëve të fundit. Pa diskutim, një ngjarje e rëndë, një ngjarje e cila tregon një lloj realiteti në të cilën jetojmë edhe në ditët e sotme. Një realitet ku dhuna është e pranishme, ku dhuna bëhet në sy tanë, në emisionin dhe në ekranin më të shikuar nga barë shqiptarët. Skena e Jozit dhe Xhestit ka nevojë për disa komente. Për së pari, nuk bie dakord me histerinë, nuk bie dakord me propagandën, nuk bie dakord me orgjin që po bëhet në emisione duke folur edhe duke, le të themi, e lidhur këtë çështje midis dy vendeve, midis Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk është kurrësi ky momenti për të diskutuar një gjë të tillë. Ai veprim nuk është kurrësi për të bërë, le të themi, këtë lloj ndasie, ai është i Kosovës dhe unë jam i Shqipërisë. Nuk besoj që media duhet të bjeri në deregjen dhe në kazanin e disa pak zërave, edhe këtë pak zë ta bëj si një çështje kombëtare edhe të trajtoj edhe t'i japi frym. Sa më shumë e flasim një gjë, aq më shumë ajo bëhet problem dhe aq më shumë ngrihen ide edhe midis dy vendeve që nuk duhet edhe nuk ekzistojnë, të kësaj ndarje që po bëhet me shpullën e Jozit ndaj Xhestit. Shpulla e Jozit ndaj Xhestit ishte për atë, nuk ishte se ai është i Kosovës, që Jozi është i Shqipërisë, ka, le të themi, një forcë fizike më të madhe si Xhesti, është me trup më të madh dhe e mposhti atë. Kurse si jo, dhe boll me këto gjëra kaq të shpifura, me këto lloj ndajësie. Media nuk duhet të ushqej këtë qasje që po bëhet. Media është ajo që duhet të, le të themi, të jap imazh më të mirë, të fusi në tavolinën e saj dhe të diskutoj për një frym bashkëpunimi, pasi të gjithë jemi krenar me njëri tjetrin, jemi një, kemi një gjuhë dhe nuk duhet më të villoj kjo lloj propagande e një përçarje që nuk ekziston, por fryhet në media. Pa diskutim, ne me njëri tjetrin, unë me një shokun tim, patjetër që kemi mendime të ndryshme, por kjo s'do të thotë që duhet të kryejmë këtë përçarje. Kjo është hera parë dhe fundit që unë ndoshta flas për këtë temë. E sa i takon shpullës së Jozit, për atë ishte, le të themi, një formë burrërie për t'i treguar vendin Xhestit, i cili me provokimet e tija e kanë bezdisur, le të themi, Jozin, sipas veprimit që ka bërë Jozi, pasi vetëm në këto shinë dhe në këto ujë mund ta, le të themi, analizosh të gjithë qasjen që kishin dy djemt brenda shtëpisë. Provokimet në atë lojë janë ajka për të nxjerrë banorin jashtë vetes dhe jashtë kontrollit. Xhesti këtë e ka treguar shumë herë kur e ka bërë. Në shumë banor i kanë nxjerrë nga vetja, i kanë nxjerrë me zarf të zi, një ndër ta dhe Jozin. Pikërisht këtu nis dhe problemi, pikërisht këtu nis edhe dora e futjes së produksionit. Kurse si një produksion, mendoj unë, duke qenë një ekran i madh dhe që ka mbështetjen e të gjithëve, nuk duhet ta bënte lojën hashiqare kaq hapur. Pa diskutim, rikthimin e tij e donte produksioni në lojë dhe nuk e donte publiku që nuk besoj që e kanë votuar, kur i kthye bashkë me Xhibanin dhe me Amberin. Ai kontrollon, le të themi, vllai i madh, dosjet penale të këtyre banorëve. Sot në media po diskutohet që Jozi ka vuajtur një dënim për dhunë fizike ndaj ish të dashur së tij në Zvicër. Pra, një banor i cili ka ushtruar dhunë, ka qenë i dënuar, si e bën ti pjesë, le të themi, të këtij formati. Po flasim për ditën e, le të themi, po flasim për zgjedhjen kur është bërë për herë të parë. Që me futin e tij në shtëpi, Jozi e ka treguar, le të themi, që ka qenë një lloj agresivi, si në ofendimet ordinere të ulta, por ka treguar që është edhe një Joz me një mentalitet ku sipas tij burri ka të drejtë të nënshtrojë femrën, siç e ka bërë me Rozanën, kur i ka thënë që ajo duhet më ulet në gjunjë, pasi unë për të di shumë gjëra, ajo ka kaluar karrike më karrike për të marrë çmimet që ka dhe për të pasur karrierën që ka. Që aty duhet ishte vënë një stop, edhe Valbona nuk duhet ta kishte rikthyer në lojë kur theu kutin e emergjencës, por me siguri edhe ky ka qenë një direksion ka produksioni. Kalojmë në etapën e dytë, kur ofendoi rënd Xhestin dhe doli nga e shtëpi me zarf të zi. Atëherë, pse e rikthen një personazh i cili, le të themi, ka fyer, ka qrënd një popull të tërë.
si mundesh. Për hir të lojës, shpirtin ja shesim edhe djallit. Është parë hashiqare që produksioni e ka mbajtur Jozin le të themi në atë lojë pasi i ka dhënë edhe skema, i ka dhënë dhe dinamika lojës. Por, nga ana tjetër, duhet të bim të gjithë dakord që Jozi edhe është bullizuar tejet normave që nga opinionistët, që nga dhe prezantuesi Ledioni, kur i tha atëherë ti ke një trup të madh, po fare pak tru. Atëherë, kur një banor ka fare pak tru, pse e bët për herë të dytë pjesë e lojës, pse i dha të mbështetjen? Pse e bët këtë gjë? Shpulla e Jozit është kthyer në një çështje kombëtare, pa diskutim të gjithë, por të gjithë biem dakord që duhet i themi stop dhunës. Nuk është dhuna ajo që zgjidh çështjet apo pakënaqësitë, nuk është dhuna ajo që duhet të mbizetërojmë mbi inatin që ne kemi nëse nuk e fitojmë një lojë apo diçka tjetër, por është logjika e fortë ta vrasësh tjetrin me pupla dhe jo me pëllëmpa dhe jo me dhunë. Por diçka e çuditshme po ndodh në këtë Big Brother. Edhe pse ajo godit, mund të ishte në rrezik për jetën pasi një përplasje koke mund t'i shkaktonte një problem ose mund ta çonte në spital, është Gjesti, ai i cili pas prajmit i tha Eglit, unë nguca, nuk ka fajej. Kjo është një situatë dhe është një temë e cila duhet të bëjmë kujdes se si e trajtojmë apo edhe se si e qasim. Pa diskutim, e rithem edhe një herë, të gjithë bijem dakord që nuk e tolerojmë dhunën në asnjë formë të saj, pasi i forti nuk tregohet me dhunë, por me argumente, me qëndrime dhe me vendosmëri. Besoj se do të kishte ikur koha kur Dajaku zgjedh gjithçka. Dajaku vetëm tregon se sa i dobët je ti dhe kërkon të bësh të fortin me një person që ndoshta nuk është i barazbart me ty, me fuqinë apo me konstruktin tënd. E në mes të kësaj vorbulle, sonde në mbrëmje, do të kemi një dasëm e cila nuk do të ketë ngjyrat dhe ndoshta atmosferën e dasmeve tradicionale që kemi parë ndër vite në Big Brother. Një dasëm e kërkuar ndoshta më përpara, por tani po bëhet me dy lojtarëve që i kanë kontradikta me ndjenjat e tyre. Kemi Eglin të dashuruarën, kemi dhe Gjestin i cili do të bëhet dhëndër, por ndoshta në ndjesitë e një shoku shumë të ngushtë me Eglin, ose vetëm brenda kuadrit të lojës. E sa i takon Gertës, një shok total që ajo nuk shkoi në finale. Të gjithë, kudo, në çdo sondazh, e shikonin atë të pa diskutuar si një finaliste, por edhe kësaj radhe, produksionit i doli huq, pasi emrin e Eglit e kisin përzgjedhur. Pra 2 ditë para prajmit, ishte vendosur kush do të ishin edhe 2 finalistët e tjerë, Gjesti dhe Eglit. Është një lojë e cila këtë herë po bëhet haptazi dhe shumë shumtuar. Nëse vullneti i popullit do të respektonte, në finale pa diskutim që do të ishte Gerta. Por çfarë bëri Gerta? Doli dhe dha shembullin më të mirë, shembullin e një personi, e një gruaje, e një nëne që reagon në sekond në situatën. Në situatën e shpullës që Jozi dha Gjestit, ndoshta Jozi e ka paramenduar, por edhe mënyra se si e bëri ishte për ta përshtëruar, për ta bërë atë të ndjet i vogël, për ta bërë atë të ndjet i pafuqishëm, për ta bërë të ndjet atë keq, se sa më shumë që ta godasi, apo për të treguar, ndoshta nuk e di se çfarë ka dashur Jozi të tregoj, por edhe mënyra qëndrimit të tij, e hapjes së dorës dhe dora tjetër që i shkoi në xhep dhe qëndrimi i drejtë ishte një skenar që e kishte menduar duke arsyetuar sipas asaj që unë lexova që një burr i vërtet sipas Jozit dinjitetin e tij e ruan tek dera. Por jo i dashur Joz, ti vetëm burr që nuk e tregove, pasi e kodite në pabesi. Nuk i shkove bar për ball, por i shkove tërthorazi, e bëre këtë veprim në pabesi dhe jo hapur. Nëse ti do të kishe kaq shumë probleme me provokime që të bënte Gjesti, ti bëje në ato sekonda që kishe marrë të gjitha provokimet. Por unë besoj dhe të gjithë e mendojmë që situata u nxit më së shumti dhe zjarrit i fryu më shumë Rozana, e cila po e nguste dhe po i thoshte Gjestit që lëre mos e prek derën. Është kjo Rozan
ku të gjithë e kanë kryqëzuar dhe nuk e kanë mbështetur me qëndrimin e saj drejt, pa lëvizur asnjë qërpik dhe pa ndërhyrë në sherr, duke dashur që të mos i rrëzohet dinastia Radi që aq shumë e do. E çfarë bëri Gerta, se po dal pak nga tema tem, pasi ka shumë materiale të cilat unë dua t'jap mendimin tim. Gerta doli si një zonjë vërtet. Në sekond ajo ndërhyri, kapi dorën Njozit, tregoi edhe një mbështetje, u përkujdes për Xhestin. Pra kjo është Gerta, ku për 3 muaj është goditur duke thënë që është treguar e ftohtë, por në situatën më reale dhe në situatën më të rëndë, ajo tregua një zonjë fortë edhe me të vërtet një zonjë fisnike. Të tjerët çfarë bën? Bën teatr, duke parë dhe duke shijuar ndoshta gjynjëzimin e Xhestit nga Jozi. Pra këta janë finalistët, fjalën e kam për Ozanën dhe për Laertin, që me sa duket ishin aty si spektator dhe shijuan pamjen. Gerta u ul dhe ndaloi që ndoshta situata të agravonte.